Në episodin e 11 të sezonit 4 të podcastit Flasim, kam 4 personazhe që mund të takoheshin vetëm këtu, dhe unë po mos kisha këtë podcast zor se i takoja të 4 së bashku, nuk kanë lidhje me njëri tjetër, ose më saktë 2 janë të lidhur, Sara edhe Naimi, dhe si që shifni përdore një palë kufje, sepse janë të lidhur të dy me ato kufjet. Edhe Ersi, edhe Fationi. Sara dhe Naimi janë shqiptarizuar, po nuk janë tamam shqiptarë. Ndërsa Ersi dhe Fationi janë albanes 24 karat që të dy. Unë me lejen tënde, se ti je më i madhi këtu, me sa kuptoj nga Tulla, me lejen tënde mund t'ja japim Sarës fjalën të parës? Pa diskutim. Okej, Sara, mund ta thuash vetë se thua bukur se kush je dhe nga vjen. Jam Sara Pejman, jam lindur dhe rritur në Angli, por me origjinë jam gjysmë indiane, gjysmë iraniane. Dhe tani jetojmë në Shqipëri. Ti me Sarën i e njohur ku? Ne jemi njohur në qendrën botërore Bahaj, ku kam qenë vullnetar për një vit mbas shkollës së mesme. Ku është qendra botërore Bahaj? Në Izrael, në Haifa. Dhe nga atje kam mbajtur kapa bursë, bëra shkollën e lartë. Ti vetë po të prezantohu nga një vetë? Më fal. Atëherë unë jam rritur në Shqipëri, prindrit kanë ardhur në 91-shin. Unë jam i 94-s, kështu që kam bërë prindrit nga çfarë origjine? Babi është me origjinë nga Irani, nga Gjyshrit, ndërsa vetë është lindur dhe rritur në Itali, ndërsa mami është gjysmë gjermane, gjysmë iraniane, lindur rritur në Gjermani. Ata kanë vendosur që të vinë në Shqipëri në vitin 91, kur u hap Shqipëria. Për herë të parë kanë ardhur në janar të 91-shit dhe pastaj u zhvendosën përfundimisht. Po erdhën si misionar të Bahajit apo? Ne nuk është se kemi misionar, thjesht erdhën për të jetuar këtu dhe për të ndihmuar në zhvillimin e Shqipërisë, në heqjen e paragjykimeve. Do të thotë qëllimi i besimit Bahaj është uniteti në botë. Dhe si pjesë e këtij qëllimi mundohemi që të përzihemi me njerëz gjithandej dhe të integrohemi sa më shumë në shoqërinë vendase. Kështu që unë pak a shumë ndihem shqiptar, ndër të paktën ndoshta që kanë 30 vjet këtu. Ersi, po ti vetë me çfarë merresh tash ti? Aktualisht punoj te drejtoria e përgjithshme të tatimeve. Jam shumë i apasionuar që në fëmijëri me sportet dhe kam nisur me artet marciale dhe duke qenë se është sport individual, gjithmonë kam qenë kërkim të sporteve me adrenalin, me disiplinë. Dhe mbas një karriere jo të shkurtër, por mjaft gjatë në artet marciale, pata dhe ato zhgënjimet e mia, dështimet, sukseset, luftrat, dhe derisa erdhi momenti që u përqafova me këtë sport. Ai ishte Fationi iniciatori. Fationi ishte rreth viteve 2013, flasim 2012. Ku thjesht ishte një foto, ma prezantoi si fillim, shiko çka kam gjetur domethënë. Dhe që unë mbaj. Ju njiheshit? Po, banojmë afër shumë me shumë lagje. Po ti ishe në emigrim? Po. Kam iqën 2006-ën, që u erdhi për doja në pushtet. E patë kështu, e patë refuzim politik domethënë. Si e ndërtove këtë proces të kësaj platformës? Kam jetuar jashtë për një kohë gjatë, edhe ku shkove? Kam qenë në Itali, pastaj jam zvendosur në Spanjë. Dhe aty kisha biznesin tim, kisha dyqane që me rroba. Deri në 2019 e kisha. Rroba të përgjithshme apo rroba sporti? Rroba femrash. Dhe pastaj përpara domethënë 2013-ën vija më shpesh në Shqipëri sepse kisha edhe pleq të cilët ishin të moshuar. Edhe vigoja shikoja. Edhe këtu në Shqipëri domethënë unë të sportin mësova në Itali. Praktikoja shpesh atje, vija këtu dhe shikoja që nuk kishte njerëz që bënin këtë sport. Domethënë ne kishim plazhin Kryevepër, edhe njerëzit ishin zero që dilnin në det. Edhe avash duke i tërheq njerëzit, shokët, njerëzit që njihja nga interneti, nga njëra nga tjetra, u afruan shqiptarë sepse jam pak skeptik. Jo do fluturoj, jo do vritem, jo do bëhet, po duke ardhur në det, duke praktikuar, u mësuan. Dhe i vurej zotin vetes që ta krijoj këtë sport, domethënë jo ta krijoj, ta bëj sa më të madh, sa më popullor në Shqipëri.
Na shpjego pak sportin tash, se vetëm sporti s'na shpjegoi. Ky quhet kitesurf. Është një balon, një tavolinë surfi dhe një bar që është me 4 fije që na tërheq neve kur fryn erë. Dhe Shqipëria ka Po është ajo që të tërheq dikush me motoskap apo je komplet i lirë në det? Të tërheq balona. Ai të tërheq, domethënë ne nuk kemi motora te ky sport, ne e gjenerojmë vetë energjinë. Në Cambridge ti çfarë studiove? Në fakt kam studiuar në Londër për stomatolog. Jam dentiste. Je dentiste? Po. Unë kam pas maman dentiste ndjes pas. Por kur shkoj në Cambridge, vazhdoj dentistrin apo merresh me diçka tjetër? Po punoja në Cambridge si dentiste. Po ky erdhi për dhëmbët e ty apo u takuat rrugës? Ne në fakt jemi takuar para 10 vitesh. Sara ka qenë në shkollën e mesme akoma dhe kemi pasur një proces të gjatë. Paske gjujt përpara domethënë. Gjërat e mira nuk vinë shpejt. Ai qartë. Tani si vendosët që të ktheheni këtu në Shqipëri ose më saktë si vendosët që të Unë nuk kam pasur ndonjëherë interes që të mos jetoj në Shqipëri, unë thjesht kam vajtur kapa burz, vajta bëra shkollën e mesme, bëra të lartën, fillova të ngrej ca biznesa andej dhe u ktheva. Çfarë biznesi? Në hoteleri, në turizëm, në marketingun e turizmit, dhe në ndërtim, në real estate. Pronat të patunshme. Atje? Andej. Po prindrit? Prindrit këtu, mami është pianiste. Është këtu? Po, bënde terapi kraniosakrale. Ndërsa babi punon në një kompani farmaceutike. Këtu. Domethënë ti shkove dhe bëre vetë gjithë të punën? Po, unë shkova bëra shkollën, prindrit i kisha këtu. Edhe ato biznesin e ngritë vetë atje? Po. Po nuk patë tu ndimin që të rish atje? Jo, unë qëllimin e ngritjes së bizneseve, të them të drejtën e kam pasur që të kthehem këtu, po duke mos pasur disa nga problematikat që kur kam ikur unë andej kanë ekzistuar në Shqipëri. Tani normalisht gjërat kanë ndryshuar dhe pendojmë që nuk erdha ta ngrej këtu biznesin dhe jam kthyer për të bërë diçka. Po bizneset atje vazhdojnë? Bizneset andej vazhdojnë, po. Kam dhe një kompani softi për marketingun e turizmit dhe për hotelerin, që kam 10 vjet, gati 8 vjet tani që po e ngre. Dhe në bazë të asaj po punoj për një platformë për digitalizimin e turizmit në Shqipëri. Bravo. Po ti Sara çfarë bën këtu? Këtu jam këngëtare dhe Domethënë ti i le kurimin e dhëmbëve dhe tani vetëm i nxjerr dhëmbët e tua, buzëqesh. Edhe këndon. Po çfarë punon këngëtare? Po, punoj si këngëtare. Po si punon këngëtare çfarë? Këndoj në disa lokale, restorante. Bën këtë, po. Dhe pak event privat. Po ka treg për këtë punë këtu? Ka kërkesë? Po. Sepse kam filluar të këndoj në media social dhe disa video ka bërë pak viral dhe pastaj na këndoj një herë të dëgjojmë mirë. Ta dëgjojmë mirë, si thuat ti, se erë s'kat, dëgjojmë një këngë. Do një këngë tani? Po këndoj një gjë të vogël, nuk po them gjithë këngën, po na këndoj çik. Okej. Vajta kalova gjithë Kalobrinë, askun nuk gjeta si Shqipërinë, ty ma në shaqe në dorën time, jas gjata njerën a breshësime. Elu, lelu, elu, lelu, elu, lelu, le matza, matza. Meriton vetë të shumë e bukur. Si thuat? Shumë nice. Faleminderit. Të platformën e keni vetëm për shefin tuaj apo e keni komercializuar? Jo, e kemi komercializuar. Si është tani, si funksionon komercializimi i kësaj? Çfarë duhet reklame do të bëjmë për ju këtu sot për shkak? Atëherë, gjëja që ne kemi dëshirë është që të vinë sa më shumë shqiptarë bëjnë sport. Dhe rinia domethënë të jetë ajo që ta përkrajë më tepër të sport. Është një sport që ne kemi në këtë vend në Shqipëri, është perl, sepse kemi plazhe me rër pafund, kemi gati 180 kilometra plazhe me rër dhe duhet bëhet sa më popullor. Po çyn në rër këtu, jo në ujë. Sepse ne jemi në ujë, por ne e startojmë nga rëra. Domethënë, ky sport startohet nga rëra me fije të gjata, me vrap. Jo, me vrap, me erë. Edhe ne pastaj vazhdojmë me lundrën. Më myte me këtë herë. Ky është po
Po pak a shumë tani për te shakas, po pak a shumë keni ju një mesatare për shumë sa ditë të vitit ju mund ta ushtroni këtu? 100 ditë vitit. E keni 100 ditë vitit? Ne nuk pushojmë asnjëherë, ne dalim 365 ditë. Mos pushon era këtu me këtë. Po, ka erë. Domethënë ne e ndjegim erën atje ku ajo fryn. Dalim në jug, sidomos ne jemi super të kënaqur kur ka stuhi. Ne jemi gjithmonë det. Domethënë unë kur të jem ndonjëherë pranë detit dhe të ketë stuhi do ju mendoj juve do them të paktën disa njerëz po kënaqet tani. Po. Po si e keni merrni informacion përpara që ku do ketë erë? Po, me aplikacionet që janë meteorologjike ne i gjejmë saktësisht gati 85% të rasteve që era është ajo që ne duam. Sa njerëz merren me këtë lloj çmendurie në Shqipëri? Në këtë lloj çmendurie kur kam qenë në fillim kemi qenë diku ke 3-4 persona, tani jemi bërë diku ke 30 persona shqiptar. Pastaj tuaj turist ka shumë fare, vinë. Po, dhe nuk i përballojmë dot. Vetmja gjë që është tu që ne nuk kemi një vend të dedikuar për këtë sport, domethënë ne dalim atje ku dalim, por nuk është specifikisht si në Malizi që e ka specifikuar për kitesurfin, për sportet ujore pa motor. Pse se kemi ne? Po ne po mundohemi të bëm federata këtë vit na u aprovua edhe do kërkojmë edhe po vendi, për shembull duhet një vend apo po ne dalim specifikisht kemi domethënë vendet tona që kemi më të preferuara që godet më mirë era është në Durrës tek sektori Rinia në Porto Romano. Okay. Po, aty është perfekte. Aty ju duhet vendi juaj. Po çfarë nuk kupton vendi juaj? Në disa tabela, domethënë që çdo njeri atje të vi me një çantë dore, ta shijoj atë plazh atë rër, edhe të ikin shtëpi, ti marrë ato mbeturinë që ata lejnë atje. Quhet të bëmë këtë, do flas me kryetarin e bashkisë, do flas edhe me ministrin e turizmit, edhe quhet të bëmë këtë. Super, sepse dhe turistat me vërtet. Po mirë, po nëse ju jeni atje dhe s'ka erë atje, si bëhet? Nuk ka, atje fryn gjithmonë erë. Domethënë, thash, ne dalim gati 100 ditë vitit, dalim gjithmonë. Tani kur vjen një huaj te ju, po, cili është aspekti komercial? Atëherë, ne i ofrojmë kurse surfi, që ne jemi të certifikuar, kemi edhe certifikatën internacionale kiteboarding, që mund të japim kurse në mënyrën më të mirë të mundshme, që ata janë sigurt me ne, dhe ne ja ushtrojmë, domethënë ja mësojmë të sport në mënyrën më safety që mund të jetë. Të gjitha moshat e bëjnë? Të gjitha moshat, duke filluar nga 30 kg deri në sa të ketë dëshirën, sepse ky sport duhet të kesh dëshirën. Po është i fortë, është i rrezikshëm, është i sfidues, është sfidues, nëse ti unë për shkak mund ta mësoj këtë? E ka mësuar Obama. Obama shmëris unë. Ne kemi një shok nga Kosova, ishte 65 vjeç dhe ka tani është 66 dhe ai ka ardhur dhe ka mësuar tek ne për gati 6 muaj, domethënë se vjen, jeton në Lalës. Me që ka dedikimi madh me ne 6 muaj më së. Jo 6 muaj, jo, domethënë ta kanë fjalën ai që ta mësosh të sport duhen 2-3 ditë. 2-3 ditë. Pastaj që ta ushtrosh në kohën e lirë. Me ne 6 muaj me ty erdhi Lulin pushtet. Kjo është ideja kur ti të kesh dëshirën që të relaksohesh, kjo është për çdo njeri, jo vetëm sepse deti është i mrekullueshëm. Ky është një sport që kur ti do të relaksohesh. Si quhet ajo ku gjendeni unë çan në internet? Kitesurf Albania, Kitesurf Albania. Kitesurf Albania, duket si iranianisht. Kitesurf Albania, kitesurf. Shkruani Kitesurf Albania dhe ju hapet një dritare e re. Gjithë ata ndër ju që nuk duan të rrinë të bëjnë të njëjtat gjëra, të provojnë një gjë të re, dhe gjithë e kanë detin qef edhe që kanë sfidat qef. Nuk është punë kjo për njerëz që duan të fletë gjumë, që temi të qartë. Naim, nëse mund t'i ndani pak planet, cilat janë planet për le të themi ku do jetë çifti juaj në vitin 2030? Si flas nga pikpamja e punës, e projekteve, ç'a projekti keni? Tani po ngrem këtë platformën Visiting Albania. Dhe po ç'a do ketë kjo risi për shkakun? Nga ato që janë, ç'a vlerë shtuar? Kjo ka për qëllim që të jetë një vend qendror që të ketë të gjitha informacionet që i duan një turisti para se të vijë. Po ti e ke parë për shkakun, ne kemi atë Tean. Po, e kam parë Tean. Ku do të shojmë Tea kjo?
Atëherë Tea ka si pikë kryesore eventet dhe gjërat që janë rreth rrotull eventeve. Kjo era parë që shifemi, po më shkruajti një mesazh. Edhe në fakt më shkruajti për çështjen e këtij planit marketingut. Edhe unë e lidha me Akshin, edhe pastaj më shkruajti një mesazh tjetër që ishte impresionuar nga çfarë pa atje, dhe pastaj i thash, po mi të bëjmë podcast bashkë. Po, do të gjërat që se shkruan shqipen shumë mirë, edhe aty ishte një naim, po na apostrof im. Ç'është? Dhe thash, ç'është ky personazh? Kur pastaj më dha një sqarim të vogël, edhe thash, po nuk e dija që ishte kaq i kompletuar, se ky me ty merr një kuptim shumë më të madh. Nuk e dija unë se prisja. Sara, Ersi, do thuash në gjë tjetër, ti se je si më i heshtur. Jo, nuk është me detyrim kjo. Jo, patjetër, me dëshirë, po respektojmë më të mëdhenj. Nuk është me detyrim e parë, është pa faturë tatimore, dyta. Një statistik se dëgjova shpara që po pyesi Fationin që si vin tuajt ose kush janë tuajt. Ky sport ka një nga themelet e origjinës në Hollandë. Statistikisht holandezët më shumë po vinë ta mësojnë kitesurfin në Shqipëri. Po se holandezët janë tregtarët më të mëdhenj, vinë këtu se është më lirë. Po, për këtë arsye. Janë nuk ka. Gjirokastritët e Europës. Ata janë gjirokastritët. holandezët kanë një pikë tjetër. Gjirokastritët para holandezëve janë bujar, janë tironca. Po holandezët kanë të dashurinë për natyrën. Dhe vinë në Shqipëri kanë dashuri për natyrën, po e kanë çdo gjë. Ke xhepi. Edhe është e çuditshme, domethënë kur dëgjon që holandezët po vinë dhe mësojnë. Jo, çuditshme, ju jeni mjeshtra, ata vinë, paguajnë më pak. Këtu është shumë më pak. Këtu është qef për ta. Po. Se ka njerëz, se ka shumë që thonë këtu është më shtrenjtë në Europë. Nuk e mendoj të gjë. Jo, mos e skesi ta mendosh se s'është, se ma bone kështu, më tonë kokën sikur çapo tash. Jo, po ta marrësh në gjërat që ne kemi dëshirë përgjithshme, domethënë nuk është shtrenjtë. Nuk është shtrenjtë, është mirë, është këndshëm. Ti a lëm Sarës ta mbylli këtë për sot? Do ta mbyllësh ti këtë bisedë me ndonjë fjalë të ëmbël, të mençur ti çfarë do bësh? Ai do e morën vesh ti çfarë do bësh në 2030 deri në 2030, përveç se do bësh mama, çfarë do bësh tjetër? What will you do until 2030 to promote the country except for being a mom? Except from becoming a beautiful mom of a beautiful girl. I wish you have a girl first, not a son. Edhe unë. First. Po, edhe unë. Okay. Po, për te i kësaj, çfarë do bësh tjetër deri në 2030? Atëherë, në Angli, fatkeqësisht ka pak paragjykim për njerëzit shqiptar. Mendoj se njerëzit shqiptar janë shumë mikpritës dhe nuk është vërtet që çfarë thot në Angli. Kjo nuk diskutohet. Ja, fusin kohë apo hajde më tash. Po kanë filluar të ndryshojnë dhe ata, se kanë qenë keq fare. Kanë filluar të ndryshojnë. Po dhe me këtë, do të gjën që bën Sara nëpër media sociale, ka si qëllim që të ndihmojë që ta heqë këtë paragjykim të pavërtet, që ta të shohin njerëzit se çfarë Shqipëria të vinë ta përjetojmë, pse jo të vinë të jetojmë, pse jo të kthehet rinia që ka ikur. Kanë ardhur nga fundi i botës, edhe janë bërë shqiptar, edhe duan të mbeten shqiptar, edhe duan të jetojnë në Shqipëri. A e kupton apo jo? Ja ku janë. Në Cambridge dentiste, Tjetri biznesmen, edhe kanë ardhur këtu. Pse? Se ka i gjë këtu që nuk e gjen dot asnjë me vend tjetër. Kuptoni ju? Ajo gjë që kam kuptuar unë kur jam kthy. A merrni vesh? Hajdeni më kthehuni. Shumë faleminderit, Për hir të fëmijëve kthehuni, se andej si. Po jo, për hir të vetes, më kthehuni të pini kafe tamam, më pihet kafe në Angli, më thujtë. Po gjetët në një kafene. Ja. Ta bën në Angli njëri këtë po në Holland. Bën vakilë. Nga që më kanë thënë, domethënë, e di që admiru si verës. Ore shiko, nuk e pi 33.000 euro herë, se është strat fare kjo. E para, e dyta e shijoj vetëm me miq, nuk pi verë që të pi verë, të pi verë. Kur jam me miq, sidomos në rastet kur kam miq të huaj që vinë në kështu, e shijoj, po krejt qetë, domethënë.
Kjo sa është kjo? Sa është kjo? Kjo është 16% alkool, 16.2% alkool. Jo, flasim lekë 10.000 euro të tutit. Jo. Jo. Kjo normalisht është diku ke 4 euro. Ma e pak. Po 4, po këtu 4 t'i bëjnë me barë, t'i bëjnë 24.000. 4 euro, vjetra. E bëni ju. E bëni ju. Po. Ku e prodhoni? Në mënyrë artizanale te kantina ime. Ku e ke kantinën? Këtu në Zallther. Se puna e dytë është që unë merr me vreshta rushe. Ke shumë vreshtë? Kam gati ja 4 hektare ca. Bravo. Po prodhon verë apo edhe shet rush? E shes zë rush, prodhet edhe verë. Pse s'bën një agroturizëm aty? Apo ky është plani i të ardhmes? Jo, mendoj që është shumë e lodhshme se duhet të detin. Është e lodhshme agroturizëm, se të rrish atje vërdall në det është relaks. Nuk du të jap jetën, gjithë jetën du të jap çik sport, të ditë sport. Mirë. Të dyja për mua. Të dyja për ty. Po mirë, unë këtë do të jap shiftit. Jep. Do të mbaj për vete. Nuk pini ju. E shifni ja çat pi unë tash kur janë miqë spin, kur janë miqë spin, spi asun. Okej. Kitesurf Albania, Kitesurf Albania, edhe Visit Albania. Visit Albania. Edhe Visit Albania është një tjetër platformë. Ishte kënaqësi e madhe vërtet. Shumë faleminderit. Aq lishtat ka dhënë.